teatri ishte nuk fjeta, se ishte një ngjarje e jashtëzakonshme, them drejtën. Ndonse teatrin atëherë ka pasur një gjë të shumë të mirë, të jashtëzakonshme në një lloj kuptimi, që neve teatrin e njinim shumë mirë, sepse studentët e Institutit të Lartë të Arteve që ishte në atë kohë, ospitonin në provat e teatrit. Për shembull, viheshe një pjesë neve e kishim marrë mësimin, asistonim atje, ose në shfaqjet e teatrit ne hynim pa leka. Çfarë shfaqje ke parë? Para se një shfaqje që ju ka bërë. Po të gjitha i kam parë, po shfaqja Njollat e Murme kam që në Korçë, në Njollat e Murme kam një 10 herë kam parë, po se po. Po flas për në Tiranë, për shembull, shfaqja që Karnavalet e Korçës isha më vonë u bëra pjesë e Karnavaleve të Korçës, po shfaqja që më ka lënë më shumë mbres ka qenë Generali Ushtrisë së Tekur, pa diskutim, e Piromanit. Është një nga shfaqjet për mendimin tim kulm të teatrit shqiptar, ku është e përzier modernia, që edhe sot po ta shohësh atë shfaqje. Është e xhiruar? Është ajo që ka bërë Lat Prifti, që është gjys film, gjys teatr, po pak a shumë është ideja e Piros. Piros. Jo, të Piros nuk është. Nuk e di nëse e kanë ata të Prishtinës, me cilën ai ka fituar në Bitev të Jugosllavisë me teatrin e Prishtinës me Generalin Ushtrisë së Vdekur.